Nderuar shikues, jemi rikthyer këtu në studio për pjesën tjetër të ditës së re, ku do të flasim lidhur me komentet negative dhe rrjetet sociale. Dhe tashmë në linjë direkte me ne është edhe psikologu Ron Kastrati. Ron, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit edhe ju shpërftesim. Po, Roni, po nisim pra me këto. Ti edhe si e sheh realisht këtë çështje në rrjeteve sociale, konkretisht përdorimin e tyre dhe ndikimin pastaj që ka në shëndetin mendor? Fillimisht, ne po e shohim aktualitetin deri tani dhe duke parë si fakt gjithë frustrimin e atyre që komentojnë negativisht veçanërisht ndaj figurave publike, kjo duket qartë që këtu kemi të bëjmë me një shumëllojshmëri efektesh psikologjike që i bëjnë njerëzit të përfshirë në komentet fyese dhe denigruese ndaj figura publike dhe njerëzve të cilët i ekspozohen mediave apo organizojnë ose zhvillojnë një aktivitet të cilin e transmetojnë apo e promovojnë përmes rrjeteve sociale. Dhe kjo pikërisht pra ka të bëjë me një efekt që ne e quajmë projekcion. Pra është fjala për ata apo ato që komentojnë negativisht dhe çfarë do thotë projekcion. Pra njerëzit janë të pakënaqur supozojmë janë të pakënaqur me jetën e tyre personale dhe të mbushur me plot mbleth e vrerë, atëherë për ta kompenzuar atë ndjenjë të mërzisë apo atë ndjenjë të pakënaqësisë, çfarë bëjnë? Komentojnë në rrjetet sociale duke fyer tjetrin apo duke bullizuar tjetrin në format nga më të ndryshme, madje edhe në ato kushte anonimiteti. Dhe në rrjetet sociale, ashtu siç e parashtruat ju pyetjen, çfarë masa duhet të ndërmarrim, është shumë e nevojshme që të zhvillon plane konkrete mes profesionistëve të cilët duhet me patjetër të aplikojnë apo të organizojnë strategji për të parandaluar apo reduktuar shfaqjen e këtij bullizimi kibernetik ose bullizimi online në rrjetet sociale. Dhe sikundër, kjo pikërisht ka të bëjë edhe me një edukim të përgjithshëm digjital apo medial, duke i ndërgjegjësuar njerëzit edhe për pasojat ligjore për ata njerëz të cilët komentojnë në rrjetet sociale. Ka dhe diçka tjetër arta pse ndodh kjo nga ajo që e kam analizuar, ne si shoqëri shqiptare, ta themi kështu, ushqejmë apo gërshetojmë tradita e zakone dhe në kuadër këtyre tradita e zakoneve, normalisht që si çdo shoqëri tjetër e ndjeshëm apo si çdo shoqëri tjetër e dalur pas lufte, jemi të prirur për të paragjikuar, por duke jetuar brenda këtyre normave dhe rregullave tradicionale, nëse dikush del jashtë këtyre normave apo rregullave tradicionale, atëherë shfaqet në publik me diçka interesante ose të pazakontë, patjetër që do të jetë cak apo objekt i sulmeve në rrjetet sociale, e që ndërkohë pastaj mund të flasim edhe për patologji të këtyre sulmeve, të cilat po bëhen të përditshme gjatë gjithë kohës. Edhe ju po të vini re në rrjetet sociale do kuptoni se çfarë ofendimesh njerëzit marrin. Unë për vete edhe unë kam marrë. Po. Fyer dhe komente negative dhe si kam luftuar këto, duke i analizuar sepse unë përfitoj nga kjo. Si përfitoj, i kuptoj thelbësisht në këndvështrim psikologjik çfarë nxit dikë, çfarë inkurajon madje dikë të komentojë negativisht në rrjetet sociale. Po, Ron, nëse flasim e përmend edhe ti, pra, ata më shumë njerëz janë të prirur të komentojnë më shumë negativisht në rrjetet sociale dhe jo njësoj në jetën reale. Shpesh shohim një mllef ashtu të tyre në komente, por jo dhe në jetën reale. Pse i shmangen kësaj realisht? Këtu kemi të bëjmë me një efekt dehumanizmit, ose kemi të bëjmë konkretisht me prirjen e personave të cilët nga distanca kanë më shumë prirje të shfaqin agresivitet online, sepse nuk njihen me tjetrin, nuk kanë afërsi apo relacion emocional dhe kanë shumë më të lehtë, qoftë në kusht anonimiteti, qoftë në profile reale, të shpalosin vrere, mblefe, frustrim, inat, fyrje, negativitet ndaj tjetrit. Dhe në qoftë se këta persona, këta komentues, njehen
ose ju jepet mundësia të krijoj një relacion njohje apo afirmuese me të tjerët, e di çfarë ndodh, nuk mund të shfaqen, nuk prodhohen këto komente negative. Pse them këtë? Sepse njohja, socializimi, bashkëpunimi, forca e koezionit, marrëdhëniet ndërpersonale pozitive me njerëzit, njëri me tjetrin, do t'i pamundësonte shoqërisë apo këtyre grupacioneve të caktuara të shpalosin fyen ose të denigrojnë komente negative në rrjetet sociale. Pra ne na duhet njohja me njëri tjetrin në mënyrë që të luftojmë paragjykimin. Të paragjykosh është hamendësor mbi diçka të caktuar, dhe është kjo mbi bazën e këtyre polemizimeve, spekulimeve që janë sajesa, ta themi kështu, komunikative, diskutative brenda shoqërisë. Kur them sajesa, thjesht gjëra sajohen, mendohen, hipotetizohen pa që të verifikueshme ose të provuara në mënyrë argumentive, dhe kjo e bën shoqërinë pastaj të lajthisë në këto komente dhe në këto fyrje. Është interesante të kuptojmë efektin e anonimitetit, njerëzit pra këtë e shfrytëzojnë. Por ka edhe një dukuri tjetër që ne i themi dukuri patologjike, është fjala për trollizmin patologjik, që ka të bëjë me prirjen e disa njerëz të caktuar që shfaqin sjellje antisociale, të fyen persona, të denigrojnë qëllimisht, sikundër kjo i bën ata. Përveç se të jenë provokator, por edhe debatet apo diskutimet t'i pozicionojnë në të dhunshme apo të ashpra, dhe kjo e bën trollizmin patologjik të nxis ofendime, fyrje. Pra quhet trollizëm patologjik, dhe pse ndodh kjo në disa raste edhe tek ata persona që kanë prirje të një sadizmi online nga distanca, pra ndjen kënaqësi kur tjetrin e bëjnë të ndihet keq, ose kur ndaj tjetrit komentojnë negativisht për diçka që absolutisht nuk ka fare argument ose fakt. Ka raste konkrete ku njerëzit përveç që fyjen e denigrojnë, nuk janë të vetëdijshëm edhe për pozicionin apo statusin sociale personal të personit tjetër. Edhe ju duhet të dini një gjë, tani po flasim hapur që tregojmë realisht për hir të opinionit, ne duhet të promovojmë edhe debate të shëndosha dhe të mirëqena pozitive në emisione televizive, se na është lodhur koka prej politikës, dhe jeni vështrimi në televizionet tona, më gjeni një debat konstruktiv e pozitiv gjatë gjithë kohës për politik, e marrë drejtje këtë politikë se na ka lodhur kokën. Po, Rone, desha me të pyet diçka tjetër. Këto komentet, para se me kalu tek avokatja, këto komentet negative si mund të ndikojnë realisht në vetbesimin, po i themi, dhe vetvlerësimin, që ndoshta sepse disa persona janë më të brisht emocionalisht, dhe këto komente ndoshta edhe nuk i përballojnë mirë. Si mund të ndikojnë këto? Ndikojnë në uljen e vetbesimit, uljen e vetvlerësimit tek personat, veçanërisht tek ata persona që kanë probleme të natyrës anksiozë ose ndjeshmëri të lartë, kur bëhen viktima të këtyre komenteve fyese denigruese, patjetër që i vuajnë këto pasoja psikologjike, e që personi lehtësisht mund t'ja komplikojnë gjendjen psikologjike, socio-emocionale. Në anën tjetër, zakonisht personat që kanë e thash ankth ekstrem ose ankth social veçanërisht, edhe bëhen viktima të këtyre komenteve fyese në rrjetet sociale, atëherë kjo do ta vështirësonte gjendjen e statusit mendor të tyre, dhe do të vështirësonte edhe shumë probleme tjera në shoqëri, dhe kjo mund ta shpirte shoqërinë një kaos sociopsikologjik. Kur them sociopsikologjik, edhe turmat, edhe strukturat sociale janë vulnerabël pastaj drejt konflikteve verbale me njëri tjetrin, dhe kjo mund ta shpjetojë shoqërinë në problematika shumë të mëdha. Prandaj e them, edukim digital,
etik profesionale, ndërgjithësi për pasojat ligjore rreth këtyre komenteve fyese. Ju e dini, kemi shumë raste ku njerëzit janë penduar pastaj në sallat e gjykatës kur kanë komentuar e fyer apo denigruar, akuzuar njerëz të tjerë. Pra e dini se çfarë efekti ka ligji këtu apo pasojat ligjore për njerëz të cilët akuzojnë tjetrin pa asnjë fakt. Po, Roni, a mund të ketë realisht një gjë e tillë trauma afatgjate tek personi? Ndoshta edhe jo vetëm për një kohë të shkurtër, por është një periudhë ndoshta e caktuar, por pastaj edhe mund të ketë ndoshta trauma afatgjate që edhe mund të ndikojnë në aspekte tjera të jetës tij. Në qoftë se kjo shpeshtohet, është persistente dhe personi bëhet viktim Po, Roni, nëse po na dëgjon, atëherë jemi besoj me avokatën Leonora Dervishaj Pacolli, e cila do flasim për nga aspekti ligjor se si ndikojnë realisht to çështjet e komenteve. Kemi parë, tashmë kanë filluar edhe rastet e para për të paraqitur për në gjykata dhe këto. Leonora, faleminderit shumë që je sot me ne këtu tek Dita e Re dhe isha të pyes konkretisht pra për këtë referimin që bëhet për komentet negative dhe si shihni ju, sa ka raste, sa po vëdësojnë qytetarët për të raportuar të raste? Po, fatkeqësisht ka raste të komenteve negative të cilat e kalojnë limitin e shprehjes së lirë dhe vjen ndesh, domethënë, me dispozitat ligjore, qoftë civile apo penale, që preken të drejtat e personit tjetër, qoftë person fizik apo person juridik, për shembull për biznese. Do të thonë, në aspektin juridik, komentet negative ka për shembull të raste të shpifjes apo të fyrjes ndaj për një personi. Këto them të qartë për publikun se shumica kanë keq kuptime, mendojnë se është vepër penale, më herët ka qenë vepër penale, në shumë vende në rajon është vepër penale, tani nuk është, domethënë, është e parapamë vetëm me padicë civile, domethënë në kontekst civilo-juridik të kompensohet për dëmin që ja ka shkaktuar në rast se një person shpif për ndonjë person tjetër, qoftë biznes apo person fizik, shpif apo fyn. Po ka raste që në bazë të komenteve statuseve në rrjetet sociale, domethënë komentet negative, ka elemente edhe të veprës penale, për shembull të kanosjes, përmes komentit e kanos një person tjetër apo e ngacmon në mënyrë të vazhdueshme duke i shkruar, apo ka raste të tilla dhe më të rënda që shkruhet për një grup caktuar, atëherë është vepra penale e nxitjes së urrëties së përçarjes ndaj një grupi të caktuar. Po, Leonora, realisht cilat janë ndoshta hapat që mund të ndjek një person, nëse është një veprim që më herët do ka qenë kaq i përmendur dhe nuk është konsideruar si shkelje realisht. Po cilat janë hapat që mund të ndjek një person që vetë përballet me këto gjëra? Po, në rast është, siç e thënë, në rast është fyrja apo shpifje, një person e ndjen veten të fyer apo kanë shpif për to diçka që nuk është e vërtetë, atëherë në këtë rast personi i merr si prova materiale që ato, domethënë, i bën screenshot pas ta shpirosën në praktikë që ne i dorëzojmë si prova materiale në gjykatë, edhe bën padim për kompenzim dëmi, qoftë material apo jo material, për dëmin që ka shkaktuar për çat pa vërtet që është përhap në opinion, kyçet imazhet. Në rast e njëjta është edhe për nëse çaj koment negativ që është bo është vepër, ka elemente të veprës penale, atëherë personi ka të drejtë që t'i bën screenshot ato apo linkun kur është të publikuar, qoftë për shembull ka raste tash në praktikë unë që i kam edhe ndaj gazetarëve që do të thonë ka raste pa vërteta, edhe i bën screenshot kanë drejtë të drejtohen në polici apo në qoftë edhe në prokurori që të paraqisin kallëzim penal, nëse ka elemente të veprës penale të kanosjes, domethënë nëse ka elemente personi me të vërtetë ndjen veten të friksuar, ka ankth të ndjetë të shqetësuar, është i kanosur ndaj vetes, ndaj ndonjë antar të familjes tina apo diçka ngjashme. Po, dhe besoj që tashmë është edhe Roni është rikthyer. Roni, e nisëm pra pyetjen lidhur me atë se sa mund të ketë ndikim këto komentet, a mund të kenë trauma afatgjate, po referohemi tek individi që vetë se përballet me to? Patjetër që po, sepse
të fyhesh në veçanërisht në nivelin personal ose të jesh i ofenduar edhe në nivelin e përgjithshëm të familjes. Siç duket prap kemi probleme me Ronin. Dhe Ronin nëse më na dëgjon? Po? Apo dëgjohet tani? Po, tani po. Po, kjo përbën një tronditje të thellë emocionale dhe nëse këto komente janë të vazhdueshme, atëherë sigurisht që mund ta përkeqësojnë gjendjen e personit dhe duhet të marrë domosdoshmë një trajtim psikologjik në mënyrë që personi të desensibilizojë këto eksperjenca dhe trauma nga rrjetet sociale, nga këto agresione dhe probleme të një mungese të thellë edukative digjitale. Pra, përbën një tronditje emocionale dhe kjo regjistrohet në kujtesë dhe personi pastaj ndihet i distancuar ose inferior kërshi ekspozime publike ose komunikime me njerëz të tjerë. Po, ndërkaq Nora, nëse flasim për këto komentet, shpesh a duhet, po mendoj, a ngritet padia vetëm ndaj individit që komenton, apo ndoshta përfshihen edhe platforma ku zhvillohet ai bashkëbisedim apo ku komentohen ato fyerjet? Jo, në rast se për shembull një person që nuk është i konsument, domethënë nuk është gazetar, po një person fizik bën një shpifje në rrjetin social, për shembull Facebook, atëherë domethënë padia apo kallëzimi penal i drejtohet vetëm ndaj atij personi fizik, jo edhe ndaj rrjetit social, po nëse në rastet të cilat ne i kemi praktikë, domethënë shkruan një gazetar, atëherë paraqitet, domethënë ushtrohet padia edhe ndaj gazetarit, edhe ndaj atij portali në të cilin ka shkruar. Po, dhe nëse flasim përgjithsisht për këto, e përmend edhe ti më herët, shpesh e aludojnë ashtu që liria e shprehjes dhe kjo pastaj edhe komentet negative. Cili është ai dallimi ku ndoshta edhe një koment mund të kalojë limitet e lirisë së shprehjes? Po, këtu është pak problem se po keq kuptuar dhe kam lirinë e shprehjes kur mund të shprehna. Jo, nuk mundesh mu shpreh diçka të pavërtetë, diçka të pavërtetë dhe këtu qëndron dallimi. Ti mundesh me shpreh mendimin tënd, po jo diçka të pavërtetë, jo diçka fyse, jo me shpif ndaj një personi me të cilën me atë shpifje, me atë hyrje ndikon rënd në reputacionin e tij, në psiqikën e tij, prish imazhin e tij në vendin e punës, në familje. Kemi shumë raste, unë për vetë kam raste të cilat i kena ushtruar në gjykatë që kanë ato shpifje, ato hyrje, kanë ndikuar në punën e tij, kanë ndikuar familjen e tij, në mjedisin e tij ku ka jetu domethënë rrethin shoqëror, edhe kjo ka pas pasoja, domethënë kam raste edhe në praktikë që ndoshta edhe psikologo, ka raste edhe në praktikë që domethënë i nënshtrohen në terapi psikolog, psikiatër për shkak se domethënë e rindojnë shumë rënd psiqikën e tyre. Po, dhe Roni, si mund të ndihmojmë realisht një person që e shohim që po ndihet keq apo që është i prekur nga këto komentet negative apo linqimet që i bëhen publike? Patjetër, i ofrohet një mbështetje psikoemocionale terapeutike në forma dhe strategji të ndryshme në nivelin terapeutik dhe sigurisht personi pastaj mund të përforcoj, ta themi kështu, reziliencën, aftësinë për të rikuperuar nga kjo gjendje e rënduar, e qenurit objekt apo cak i sulmeve nga komentet fyese ose denigruese. Unë në shumë emisione televizive kam përkra rolin e pozicionit në shoqëri, rolin e femrës. Dhe aq komente fyese ka marrë, vetëm se po përkra gjinin femrore. Dhe madje jam etiketuar edhe si një feminist jashtëzakonshëm që po përkra femrën dhe po diskriminoj mashkullin. Dhe këto komente i ka marrë në forma të strukturuar letrare ose analitike, shkollore ose arsimore, po i ka marrë me fyerje të përshkallëzuar në nivelin më të ulët që ekziston. Dhe pse ndodh kjo? Sepse unë po rrezikoj mentalitetin patriarkal ose gati feudal të atyre meshkujve që kanë frikë nga shkollimi dhe arsimimi i femrës në shoqëri. Po,
Ta e kemi diskutu dhe javën tjetër, Roni, konkretisht për femrat të diskriminimin dhe linqimin që ju bëhet qoftë gjatë paraqitjeve të tyre në publik, por duhet pyeset dhe diçka tjetër. Ne si shoqëri, si mund t'i ndihmojmë përveç në rastet që ata kërkojnë ndoshta ndihmë nga psikologu, por çfarë duhet të ofrojmë ne ndoshta që e shohim një person që i kemi në shoqërinë tonë apo diçka që vetë ndihet keq nga këto komentet negative dhe linqimet që i bën? Ta përfshim në aktivitetet psikosociale, ta përfshim personin që është viktim apo objekti apo se caki sulmeve, denigruese dhe fyese nga rrjetet sociale në tryeza e diskutime në sesione informuese, që dhe ai të përforcoj gatishmërinë e tij, prirjen e tij për të kundërpërgjigjur këtyre komenteve, jo në nivelin e njëjtë, po më të konstruktuar, t'i ofrohet një mbështetje e gjerë psikologjike edhe përmes seancave, terapisë seancave grupore, pra, ku edhe personi që është viktime këtyre sulmeve të jetë i ndërgjegjshëm dhe mjaftueshëm i vetëdijshëm që nuk është i vetmi, ka të tjerë viktima që janë caki këtyre sulmeve bulliste në rrjetet sociale, sepse kur e kupton që ka të tjerë dhe krijohet një aleancë grupore për të luftuar dhe sfiduar këtë ndjenjë terrorizuese të komenteve fyeseve në vrrullin e këtyre komenteve sociale, atëherë kemi më të lehtë të përballojmë si shoqëri këtë epidemi që shfaqet në rrjetet sociale. Dhe ka dhe diçka tjetër që do duhet jetë domosdoshme për organizatat jo qeveritare dhe institucionet. Ne përveç se organizojmë debate, emisione televizive, që këto janë kontribut jashtëzakonshëm i mediave, ne duhet të organizojmë tryeza multidisciplinare për edukimin digjital për njerëzit, shoqërinë, dhe të organizojmë, planifikojmë hallka dhe hapa konkret për të ndryrë në shoqëri, në komunitet dhe për të parandaluar e luftuar këtë fenomen. Edukimin digjital, etikën profesionale dhe nga profesionistë e njohës të botës së drejtësisë, pra juriste, avokat, për t'i informuar njerëzit që shikoni se përveç pasojave ligjore, kjo mund ta dëmtojë edhe tjetri, mund ta dëmtojë edhe një familjar tëndit që ti ndoshta komenton e fyer, po ka edhe të tjerë që mund bjen pjesë e familjes tënde që fyen e viktimizon, kështu që duhet të ruash balancin dhe ekuilibrin në shoqëri. Është shumë e lehtë ta bëjmë këtë, por duhet të inkurajohemi, të mbështetemi nga institucionet për t'i ndjerë këto hapa dhe këto aktivitete që janë shumë të dobishme për shoqërinë. Po, dhe Leonora, pikërisht për këtë, duhet pyes se çfarë apo si mund të ndikojnë realisht institucionet për të parandaluar apo për të marrë më shumë me këto raste të komenteve negative, por dhe sigurisht ishte një çështje që përmendi Roni për persona anonim, ndoshta që komentojnë dhe ndikojnë realisht edhe komentet të tilla, a mund të dënohen, a mund të kemi ndëshkim të tyre? Jo, ndaj personat anonim apo me personat të cilat nuk i kanë në emër tyre rrjetet sociale, që fatkeqësisht ka shumë, edhe në këto raste policia dhe prokuroria nuk mund, në drejtën tyre nuk mund të zhvillojnë hetim, për shkak se nuk mund të identifikojnë se cilë persona kanë shkruar, edhe këto raste domethënë parashkruar në mesin domethënë të pazbuluara. Ndërsa sa i përket asaj se sa merren me këtë dukuri institucionet tona nuk merren fare. Sa i përket organizatave, unë e kom cekë edhe me një intervistë tjetër që e kom thonë fatkeqësisht jo të gjitha, po shumica për tyre organizatat qeveritare i kanë sa për përfitimet e veta materiale. Unë kom pasur rast personalisht e me plot përgjegjësi që kom ofru bashkë me kolegët e mia që cilat bashkëpunojnë në Zyrek, që kena ofru për me ligjëru për drejtat e femrave, edhe ju në arsyetuar se krijon shumë shpenzime, na duhet për t'i mbledh me marr salla objekte me qira, domethënë nuk janë të interesuar, domethënë në këtë rast për këtë raste është një dështim institucional. Po, dhe me kaq se po e përmbyllim atë debat. Po, Roni.
Po, me që se folëm për komentuesit dhe njerëzit që fyën e denigrojnë në rrjetet sociale, ne duhet i përmendim edhe njerëz të cilët kanë cilësi dhe karakteristika pozitive në rrjetet sociale që parashtronin shkruajnë statuse janë shumë shoqëror dhe koheziv. Unë për vete dua personalisht apo publikisht sigurisht të përmend në mjediset tuaja televizive edhe mikun tim Bashkim Skeja. Unë e shoh, e kam përcjell në komentet e tia, është një njeri jashtëzakonisht pozitiv në komente, shumë real dhe konstruktiv, i strukturuar madje dhe shumë i kujdesshëm në komente, e shoh në rrjetet sociale, e bën pjesë të shoqërinë time dhe e vlerësoj potencialin e tij kur parashton dhe analizon jo vetëm situata politike, por edhe shoqërore, fetare më gjerë. Pra është një prej shembujve të njerëzve pozitiv në rrjetet sociale që është shumë i matur dhe jashtëzakonisht konzistent në relacion me tjetrit në komente e diskutime publike. Po, faleminderit Roni shumë që përmbyllë kështu të se ishim të diskutu komente negative, po ka edhe prej atyre që realisht edhe të ndreqin ditën me komente pozitive. Patjetër. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ty Lëmora shumë për këtë lidhje direkte edhe ty Roni. Faleminderit juve. Dhe të nderuar shikues, edhe me këto siç e tha Roni, edhe ne i falenderojmë gjithë ata që ndoshta përmes një komenti shpeshherë ndikojnë pozitivisht, të ja ndreqin ditën dikujt, edhe pse jo pse